Hetimet e thelluara që Spaku kreu për Ajola Xhoxhën dhe Erjon Veliajn, çiftin e përfshirë në skema korruptive dhe pasrim parash, zbuloi të tjera fije që çonin bashkëshortin e kryebashkiakut të arrestuar për 13 akuza për 5 vepra penale, në mënyrë direkte apo indirekte të Lantfjalli i Sharrës. CNA zbuloi dëshminë e shtetasit Erald Ismaili, i cili në dosje doli si njeriu që Ajola Xhoxha e përdorte për të kryer blerjet me shumë marramëndse që kapnin shifrën e 86.721.175 lekë. Më datë 3/3/2025, Erald Ismaili u pyet si person që kishte dijeni për rrethanat e hetimet. Gjatë marrjes në pyetje rezultoi një detaj mjaft interesant që e lidh Ajola Xhoxhën me Lantfjallin e Sharrës. Në skenë doli Meg Albania me pronar Vladimir Fezgan. Erald Ismaili në dëshminë e tij shpjegonte se Meg Albania, një kompani që operonte në fushën e riciklimit dhe mbetjeve, ishte referuar nga bashkëshortja e kryebashkiakut Veliaj, Ajola Xhoxha, dhe Klotilda Bushka e Komisionit të Ligjeve. Sipas deklarimeve të Erald Ismailit, klienti Vladimir Fezga, i cili ishte dhe pronari i Meg Albania, kishte shkuar në zyrën e Ajola Xhoxhës për të hapur biznes në Lantfjallin e Sharrës. Për rastin e shoqërisë Meg Albania, Erald Ismaili shpjegoi se kjo kompani ishte referuar nga Ajola dhe Klotilda. Klienti Vladimir Fezga kishte ardhur në zyrën e Ajolës për të hapur biznes në Lantfjallin e Sharrës dhe për të marrë leje mjedisore të tipit B. Ai kishte përgatitur dokumentacionin, kishte siguruar ekspertin për vlerësimin e ndikimit në mjedis dhe kishte bërë aplikimin në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit. Pas marrjes së lejes, ai mbante mend se aktiviteti i shoqërisë Meg Albania kishte filluar, por nuk kishte informacion se sa kishte vazhduar, thuhet në vendimin e Spakut. Ajola Xhoxha asistonte kompaninë Meg Albania përgatiti dokumentet për kompaninë që të merrte bizneset e mbetjeve në Lantfjallin e Sharrës, në kohën kur kryetari i Bashkisë Tiranë ishte bashkëshorti i saj Erjon Veliaj. CNA ka publikuar dokumentet që tregojnë dorën e Ajola Xhoxhës që shkon deri te Lantfjalli i Sharrës. Përmes autorizimeve të lëshuara, Meg Albania autorizon shtetasin Ines Dani dhe shtetasin Erald Ismaili që të kryejnë të gjitha veprimet e nevojshme pranë OKB-s. Këta dy shtetas në dosjen hetimore të Spakut rezultojnë të jenë njerëzit e studios ligjore të Ajola Xhoxhës. CNA sjell një tjetër dokument në lidhje me këtë çështje që tregon se si Ajola Xhoxha bëri ortak Erjon Veliajn me grupin e strukturuar kriminal të incenatorëve Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoton. Pas kompanisë Meg Albania u krijuan dy kompani të tjera, kompania Eko Tirana dhe Eko Recycling. Vladimir Fezga, aksioneri i kompanisë Meg Albania, ka qenë ndërmjetësi i marrëveshjes midis Bashkisë së Veronës dhe Bashkisë së Tiranës për themelimin e kompanisë së pastrimit të kryeqytetit Eko Tirana në maj 2016. Sipas të dhënave, Bashkia e Tiranës ka 51% të aksioneve të Eko Tirana, ndërsa 49% i ka AGSM AIM. Skema vijon e tillë. Në korrik të 2017-s, Meg Albania dhe Eko Tirana themelojnë Eko Recycling. Sipas të dhënave, 49% të aksioneve i ka kompania e incenatorëve Integrated Energy BV SPV, ndërsa Eko Tirana ka 51% të aksioneve. Pra pas themelimit Meg Albania, ja kalon aksionet Integrated Energy BV SPV në shkurt të 2018-s për Eko Recycling. Në këtë moment del sërish lidhja e Ajola Xhoxhës. Për këtë kalim, Vladimir Fezga autorizon shtetasen Ines Dani dhe shtetasin Erald Ismaili për të kryer të gjitha veprimet e nevojshme pranë OKB-s për depozitimin dhe regjistrimin e kontratës së shitjes së kuotave midis shitësit, shoqëria Meg Albania, dhe blerësit, shoqëria Integrated Energy BV SPV. Sipas këtij dokumenti që ndodhet në dosjen e prokurorit që po tërheq zvarr dosjen e incenatorit të Tiranës, Dritan Prençet, njerëzit që janë autorizuar nga Vladimir Fezga për shitjen e Meg Albania tek Integrated Energy BV SPV janë Ines Dani dhe Erald Ismaili të studios ligjore të Ajola Xhoxhës. Kemi dy dokumente që tregojnë se Ajola Xhoxha bëri ortak Veliajn me grupin e strukturuar kriminal të incenatorëve, ku truri ishin Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto. Dokumenti i parë që tregon se Vladimir Fezga themeloi Meg Albania dhe letrat ja bëri Ajola Xhoxha. Dokumenti i dytë që tregon se Vladimir Fezga ishte aksionet e Meg Albania tek Integrated Energy BV SPV dhe sërish letrat ja bëri Ajola Xhoxha. Këto dy dokumente janë në dosjen që Dritan Prençet duket se do të tërheq zvarr dhe të mbetet te Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto, por faktet tregojnë se tentakulat kalojnë te Ajola Xhoxha dhe Erjon Veliaj. Dritan Prençet nuk mund të mbajë dy standarde. Çështja e incenatorit të Tiranës duhet të shkohet deri në fund, pasi kemi qindra miliona euro që janë vjedhur nga taksa paguesit e varfër shqiptar dhe incenatori nuk ekziston, por kemi thjesht dhe vetëm një mal të madh me plera që ndodhet në prag të katastrofës.